fara liri, nëse nuk i lajmë 10 deri në 15 minuta të bymejen, përveç fryrjes që na shkaktojnë, a mund të krijojnë iritime në zorë, Len? Po, mujnë me kriju edhe iritem, për shkak se krijojnë njëjtë gazra në zorë edhe mund të mu të rregullu. Tash në asnjëherë nuk e dim se çysh është gjendja e zorës, ose nëse ka ndonjë problem tjetër eventual, mujnë me ndiku me shkaktu. Ato gazra që shkaktohen në fryja, normal që njëjtë është edhe mrenda në zorë krijojnë fluska të ajrit, që mujnë me pas për shembull edhe gazra me liru ma shumë, edhe ato gazra e dim që përcillen me spazma. Edhe dim me konë spazma shumë të mëdha, që normal që në këtë rast nuk është e mirë se ardhen. Spazmat janë gërqet? Gërqe, po. Dhimbje të mëdha të her pashershme, po që janë goxha të mundimshme. Janë goxha të sikletshme për ata që i kam provu. Zakonisht, për shembull, po mujnë me shkaktu, është mi lanë me qëndru minimum 10 minuta, mi blu realisht, edhe mi lanë me qëndru 10 minuta, por nëse nuk i blujmë, të paktën 4 orë, mi lanë me qëndru në ujë, në qumësht, ose kefir, kask, çka do që ju pëlqen. Ose edhe në smoothie. Ajo vlera nëse i bëj me ujë të vluar, me ujë të nxehtë? Jo, ma shpejt bëmejen. Ma shpejt. Po vlerat nuk i hu? Jo, absolut, nuk i hu vlerat. Më thamë vetëm që arrijet fryrja pak ma shpejt. Dikojnë për shembull. Preferohen më marrë edhe me mëngjes me një lugu fullmolle, ato ndikojnë shumë me stabilizu edhe yndyrën gjak, edhe një të kohë ndikojnë me regullu një farformë si detoksifikim për melqin, regullojnë nivelin e ullin nivelin e kortizolit, e ullin nivelin e grelinjes hormonit të uris edhe rritin leptinën, edhe në këtë rast nëse konsumojmë një gotë me ujë, me fara liri ose fara qia, me një lugë gjelle u fullmolle, aja ndikon me ull hormonin e uris, edhe të jep ndjenjën e ngopjes, që në këtë rast son shumë prirtet e kom këtë periud dhe i mberë krejt një pëlqen që kjo son diçka gjithë udri. Në këtë rast ndikon, dhe më thanë, edhe kryesisht të pesha, po qëllimi kryesor është me rregullu funksionin e organizmit përgjithësi edhe të metabolizmit. Më thënë edhe ullim i ndyrnat, edhe e ullim atë sasinë e tepërt të ushqimit që e konsumojnë.